Rëndësia shpirtërore e datës së lindjes nuk është rastësi, por plan hyjnor. Përshëndetje miq të dashur. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj. Në këtë video do të eksplorojmë një temë fascinante dhe frymëzuese, rëndësinë shpirtërore të datës së lindjes suaj. Shumë njerëz mendojnë se data kur kemi lindur është thjesht një rastësi, një ditë e zakonshme në kalendar. Por sipas mësimeve biblike dhe perspektivave shpirtërore, kjo nuk është as pak e vërtetë. Data e lindjes është pjesë e një plani të madh hyjnor, një shenjë se Zoti na ka zgjedhur dhe na ka njohur që para se të vinë në këtë botë. Sot do të zhytemi thellë në bazën biblike, do të shohim kuptimin e disa datave specifike, do të flasim për rolin e numerologjisë dhe astrologjisë në një perspektivë biblike, dhe në fund do të listojmë shenjat që tregojnë se ju mund të jeni një nga të zgjedhurit e Zotit. Qëndroni deri në fund, sepse kjo mund të ndryshojë mënyrën se si e shihni jetën tuaj. Nëse ju pëlqen kjo temë, abonohuni dhe aktivizoni zilen për më shumë përmbajtje shpirtërore. Le të fillojmë me bazën më të fortë, fjalën e Zotit. Pika 1. Baza biblike dhe hyjnore. Bibla është e qartë, Zoti na njeh dhe na ka planifikuar që para lindjes sonë. Le të lexojmë disa vargje kyçe. Së pari, para se të formoja në barkun e nënës sate, të njoha. Para se të dilje nga barku i saj, të shenjtërova, të caktova të jesh profet për kombet. Këtu Zoti i thot Jeremias se ai e dinte qëllimin e tij që para se të lindte. Kjo nuk vlen vetëm për Jeremian, është një parim hyjnor për të gjithë ne. Zoti na ka njohur personalisht me dashuri të thellë që para themeleve të botës. Pastaj Bibla thotë, ti më ke formuar organet e brendshme, më ke endur në barkun e nënës sime. Sytë e tu më pan kur isha ende një embrion, të gjitha ditët e mia ishin shkruar në librin tënd, para se të ekzistonte ndonjë prej tyre. Davidi këtu lavdëron Zotin për krijimin intim. Çdo ditë e jetës sonë, përfshirë datën e lindjes, është shkruar në librin e Zotit. Nuk është rastësi, është plan perfekt, mendoni për këtë, Zoti është jashtë kohës. Ai sheh të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen njëkohësisht. Data juaj e lindjes është momenti kur ju hyni në këtë dimension kohor, por Zoti ju ka dashur dhe planifikuar për gjithmonë. Kjo na jep siguri të madhe, jeta jon ka kuptim hyjnor edhe në momente të vështira. Shembuj të tjerë biblik, pali në Galatas 1:15 thotë se Zoti e veçoi që para se të lindte. Isaia dhe të tjerë profet kishin thirrje të ngjashme. Data e lindjes është si një vulë hyjnore mbi jetën tonë, një fillim i planifikuar për një qëllim të madh. Pika 2. Kuptimi i datave specifike. Tani le të shohim disa data specifike dhe simbolikën e tyre bazuar në numrat biblik. Numrat në Bibël kanë kuptim të thellë shpirtëror, një simbolizon unitet dhe fillime, 3 trinitetin dhe përsosmërinë hyjnore, 5 hirin, 7 përsosmërinë shpirtërore dhe kështu me radhë, 1 janar. Numri 1 lidhet me krijimin. Zoti krijoi botën dhe tha, le të bëhet drita në ditën e parë. Kjo datë simbolizon leadership, fillime të reja dhe autoritet hyjnor. Nëse keni lindur më 1 janar, mund të keni një thirrje për të udhëhequr, për të nisur projekte të reja që ndryshojnë jetë. Ju jeni si pionier shpirtëror. 3 mars, numri 3 është i shenjtë, trimja, ringjallja e Krishtit në ditën e 3. Mojsiu pa shkurën e ndezur, një moment perceptimi shpirtëror. Data 3 mars lidhet me kreativitet të madh, intuit dhe aftësi për të parë përtej sipërfaqes. Njerëzit e lindur këtë ditë shpesh kanë perceptim të thellë shpirtëror dhe janë të thirrur për të frymëzuar të tjerët me vizionet e tyre. 5 maj, numri 5 në Bibël simbolizon hirin dhe favorin hyjnor, si 5 bukët që ushqyejnë turmën. Kjo datë sjell energji të hirit, bekime të papritura, mbrojtje dhe mundësi. Nëse është data juaj, Zoti ju ka mbuluar me favor, sfidat kthehen në triumfe. 7 korrik, numri 7 është numri i përsosmërisë, Zoti pushoi ditën e 7, 7 ditë krijimi, 7 vitet e bollkut të Jozefi.
7 korrik simbolizon zgjim shpirtëror të thellë, plotësi dhe lidhje direkte me hyjnoren. Njerëzit e lindur këtë ditë shpesh përjetojnë momente të forta iluminimi dhe janë të thirrur për jetë të shenjtë. 25 dhjetor. Edhe pse data e saktë e lindjes së Krishtit debatohet, 25 dhjetori simbolizon mrekullinë supreme, lindjen e shpëtimtarit, dashuri hyjnore dhe sakrificë. Numri 25, 5x5, intensifikon hirin. Kjo datë sjell energji të dashurisë së pakushtëzuar, faljes dhe shërimit. Këto janë vetëm shembuj, çdo datë ka nuancat e veta bazuar në numra biblik. Provoni të reduktoni datën tuaj në një numër të vetëm dhe shikoni kuptimin. Pika 3. Astrologjia dhe numerologjia. Përveç Biblës, numerologjia dhe astrologjia ofrojnë perspektiva shtesë. Numerologjia studion vibracionet e numrave, si numri i jetës suaj, shuma e datës së lindjes. Astrologjia shikon pozicionet e yjeve në momentin e lindjes. Bibla paralajmëron kundër fallit, por numrat dhe yjet janë krijimi i Zotit, ai i numëron yjet. Mund t'i përdorim si mjete për të kuptuar veten më mirë, por gjithmonë në dritën e fjalës së Zotit. Për shembull, numerologjia mund të zbulojë talente të fshehura, ndërsa astrologjia tregon sezoni shpirtëror. Por qëllimi ultimate është të kërkojmë Zotin drejt për drejt. Pika 4. Shenjat se jeni të zgjedhur nga Zoti. Nëse data juaj e lindjes ndihet speciale, mund të keni shenja të tjera të thirrjes hyjnore. Këtu disa tregues biblik, udhëzimi hyjnor, përjetoni vizione, ëndra ose momente të qarta si Mojsiu të shkura e ndezur ose pali në rrugën për Damask. Ndjeni një zë të brendshëm që ju drejton. Dhuntit shpirtërore, aftësi unike si profeci, shërim, mençuri ose dallim shpirtëror. Këto janë dhurata nga shpirti i shenjtë. Sprovat dhe vështirësitë, si Jozefi që u shit nga vëllezërit por u ngrit në fuqi. Sfidat forcojnë karakterin dhe besimin, ato janë stërvitje për qëllimin e madh. Vetmia, ndjenja e izolimit si profetët që ndiheshin të keq kuptuar. Kjo ju afron më shumë me Zotin, si Elian në shpellë. Shenja të tjera, uri shpirtërore e madhe, mbrojtje supernatyrore, ndikim të tjerët pa mundim. Përfundim. Miq, data juaj e lindjes nuk është rastësi, është pjesë e planit të përsosur të Zotit për ju. Kërkoni atë përmes lutjes, lexoni Biblën dhe zbuloni qëllimin tuaj. Nëse kjo video ju frymëzoi, lini një koment me datën tuaj të lindjes, le të diskutojmë.